Shoku i profetit Muhammed, Uthman bin Affan, gjatë një ligjërate të ndërruar miqtë e mi, i drejtohet njerëzve. O njerëz, largohuni nga alkooli, sepse është nëna e të gjitha të këqijave. Para jush ka jetuar një njeri shumë i devotshëm, por ra në një gjendje shumë të vështirë. Një grua shpirtkeqe e thërriti një ditë në shtëpinë e saj dhe ja mbylli derën dhe i tha: "Ti nuk do të dalësh nga shtëpia ime derisa të bësh këto 3 gjëra: të pish alkool, ose të më afrohesh mua, ose të vrasësh këtë foshnjë. Nëse ti nuk i bën këto, unë do të përtas dhe do t'u them njerëzve se ti e futur në shtëpinë time për të më dhunuar." Ky njeri filloi të mendonte si të vepronte. Ti afrohem gruas? Jo, nuk bën. Ta vras fëmijën? Absolutisht që nuk bën. Dhe vendosi të pijë një gotë alkool. Aq shumë piu derisa u deh. E më pas ju afrua edhe gruas, e vrau edhe foshnjën. Dhe në fund Othmani tha: "Largohuni prej tij, sepse alkooli është nëna e të këqijave." Sepse për Zotin, në zemrat e njerëzve nuk mund të qëndrojnë bashkë edhe besimi edhe alkooli, sepse njëra zëvendin e tjetrës.